Sektori i shërbimeve po ecën me ritme të ndryshme, ndërsa disa degë kanë lullëzuar, të tjera janë përballur me vështirësi në 3 mujorin e parë të vitit 2026. Sipas Instat, tregu i pasurive të paluajtshme ka shënuar rritjen më të lartë me një rritje të shitjeve neto prej 31.5%, punësimit me 22.5% dhe pagave me 33%. Sektori i hoteleve regjistroi një rritje të shitjeve me 12.6%, punësimit me 9.4% dhe pagave me 22%, ndërsa sektori bareve dhe restoranteve shënoi rritje të shitjeve me 8.4%, punësimit me 1.9% dhe pagave me 14.6%. Në krahun tjetër, sektori i administratës së zyrave dhe shërbimeve mbështetëse po përballet me vështirësi të mëdha, duke shënuar tkurrje të shitjeve me 5.4%, rënje të punësimit me 10.5% dhe ulje të pagave me 6.5%. Për më tepër, rënje në shitje kanë raportuar transporti dhe magazinimi me 3.8%, aktivitetet ligjore dhe të kontabilitetit me 4.3%, si dhe sektori i informacionit dhe komunikacionit me 1.6%. Si shihet edhe nga shifrat, ndërsa turizmi dhe pasuritë e paluajtshme po mbajnë peshën kryesore të rritjes, shumë shërbime të tjera po përjetojnë një periudhë dobësimi.